Populli që, si mali I sharrit, qëndroi përballë furtunave të historisë dhe tha: ne jemi këtu, ne do të qëndrojmë dhe do të ecim përpara. Më 28 nëntor 1912 lindi Shqipëria e lirë, e pavarur dhe më vete. Lindi një ëndër që kishte ndjerësur zjarrin kohë më parë në zemrat e rilindësve, të poetëve, të luftëtarëve, të mësuesve të paepur të fjalës shqipe. Dhe atë ditë, kur flamuri u valvit në atë balkon në Vlorë, lindi politikisht një shtet I një kombi të lash sa vetë koha. Një shtet që deri atëherë kishte jetuar vetëm në këngë, legjenda, besë dhe gjak. Lindi një shtet që nuk do të shuhet kur. 29 nëntorit është dita kur liria rimori kuptimin e plot të fjalës së saj, kur Shqipëria u shlirua nga pushtimi nazi-fashist. Këto dy data flasin për një popull që nuk pranoi kur të përkulet, për një popull që nuk e mbajti kur lirinë të huaj, por e fitoi vetë me gjakun e bijve dhe bijave të tij. Çdo herë nevoja ja kërkoi. Ne sot jemi këtu sepse dikush dikur besoi. Dikush dikur sakrifikoi. Dikush dikur u flijua që sot të ecim ballart në dritë. Le të kujtojmë gjyshet e gjyshrit tanë, të cilët me duar të lodhur apo me zemër të fortë bartën Shqipërinë në krah dëshekull. Unë kujtoj sot me mirënjohje gjyshen time, të ndjerë nonën time, e cila u nda nga jeta këtë behar. Një vajzë që u rreshtua në luftën nacional shqirimtare që në moshën 14 vjeçare. Një fëmijë që mbante pushk më të rëndë se trupit. Një grua që besoi dhe frymoi amanetin se Shqipëria duhet të jetë e lirë, e drejtë, e denjë. Ajo nuk fliste shpesh për veten, sepse ai brez nuk dinte të lavdrohej. Por thoshte gjithmonë se nuk kishte sakrificë më të madhe dhe as më të bukur se sa t'i dhuroj brezave të ardhshëm mundësinë të jetojnë krenar e me dinjitet. Dhe sot, ndërsa qëndroj këtu përpara jush si ambasadori I Republikës Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, ende ndjej peshën e atij amaneti, për ta mbajtur flamurin drejt edhe kur era fryn kundër, sepse ky flamur ban brenda rrahjet e zemrave të atyre që nuk pranuan kur të dorëzohen. Sot dua të flas dhe për një tjetër ëndër, atë të shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut. Nga hera shqiptarët I vendit kanë aspiruar jo ndasi, por dinjitet, të drejta, arsim, gjuhë, barazire ale dhe liri qytetare. Ata sot shtet formues, shkëlqejnë në ekonomi, diplomaci, kulturë, art, sport e kudo. Shqiptarët që kam gjetur këtu janë ura, jo mure. Ata janë dritë, jo hije. Janë shpresë e progres. Donjëherë dëgjojnë të zëra që thonë se e kaluara është e largë, se historia është kapitull I mbyllur, se flamuri është simbol muzeal. Por sot ju them me bindje se popull që harrojnë sakrificën humbasin dinjitetin, kombet që humbasin kujtesën, humbasin rrugën. Ne jemi mbledhur sot se besojmë se ardhmja ndërtohet vetëm mbi vlera të forta, vlera evropiane. Se besojmë se kur nuk ka drejtësi, nuk ka paqe, se pa barazi nuk ka dinjitet, se pa unitet nuk ka progres. Ne jetojmë sot në një rejon që ka paguar çmimin e ndasive të konfliktit të frikës. Por jam besim plot se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut krah për krah po punojmë për të ndërtuar një model të ri, një model fuqinësie, bashkëpunimi, respekti dhe vizioni evropian. Evropa, miqtë e mi, nuk është një stacion ku mbërrim duke numëruar trenat që largohen dhe që vinë. Integrimi evropian nuk është shtesë për privilegj, por betim për përgjegjësi, reformë, transparencë dhe ligj.
është rruga e vetme për zhvillim, stabilitet dhe paqe.